Përshëndetje, për këtë ëmbëlsirë kam përdorur 2 kokra ves, 1 gocë sheqer, i kam rrahur pak me tel dore, më pas kam hedhur 200 gram gjalp ambienti të zbutur. E përpunojmë dhe pak gjalpin, më pas hedhim të kontrolluara 4 deri në 5 gota miell. Mund t'i hedhni vetëm një majeluge sot buke. Më pas do të vazhdojmë të përgatisim brumin, derisa brumi të jetë i butë kështu siç e provuam me dorë, por të mos ngjisë. Më pas do vazhdojmë të bëjmë ato kokrat me dorë rumbullake, do t'i shtypim pak dhe do t'i vendosim në një tepsi ku do t'i pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë për 20 minuta ose 25 minuta, varet në varësi të sobës. Më pas do t'i kalojmë në një tepsi tjetër. Për shërbetin do të hedhim 1 gotë e pak sheqer dhe 2 gota të plota ujë. Do të vendosim në zjarr të ngadalë dhe do t'i lëm fiks 7 minuta pasi të ketë zier. Kam menduar t'i hedh 1 lugë çaji me mjaltë për t'i dhënë ato aromën dhe këtë ngjyrën e bukur dhe më pas do t'ju hedhim ëmbëlsirave tona përsipër dal ngadalë. Do ta lëm të pushoj 3-4 orë dhe më pas është gati për t'u serviruar. Pasi ka pushuar 4 orë, ja ku është, e ka marrë të gjithë shërbetin dhe përsipër mund ta shoqëroj me pak arra. Është zbutur sa duhet dhe nuk është qullur mbi të gjitha. Ja shikojeni. Na bëni follow për më shumë receta të tjera. Ju faleminderit.